Ta jesh apo të eliminohesh është fati për klubin basketbollistik PEA në Karagaq. Mundësia e ardh për Prizrenasit e Bashkimit, që të bashkohen në finale ekipit të Trepçës. Seria e kësaj gjysmëfinale është 2-1 në favor të Prizrenasve, duke triumfuar në dy ndeshjet e zhvilluara në shtëpi, kurse PEA-nët që fitoren e vetëm e kanë pikërisht këty në Karagaq. Kujtojmë që gjysmëfinalja parë Bashkimi arriti të fitoj me rezultatin bindës 81-61, kurse gjysmëfinalja e dytë PEA që arriti të barazoj serin duke triumfuar 84 me 79, kurse ndeshja e fundit që ishte e treta Bashkimi fitoi me rezultatin 84-78. Kujtojmë që ndodhen disa incidente 5 sekonda pa përfituar ndeshja, edhe këto që tashmë kanë penalizuar skuadrën e Bashkimit, që ndeshjen e radhës në shtëpi ta zhvilloi pa shikues. Si do të jetë, a do të jetë ndeshja e 5 të gjysmëfinales apo ndeshja e parë e finales ndaj Trepçës. Kujtojmë që në ndeshjen e kaluar më i dalluari mund të themi që ishte Lejson Zeçiri me 27 pikë, ku shënoi 7 treshe në përballjen e tretë, kurse më i dalluari te PEA që ishte edhe Marquez Town, edhe ai pikërisht shënoi 27 pikë dhe që ishte lojtari më i dalluar për skuadrën mysafire. Po në plan të parë edhe treshen e gjystarëve që vazhdojnë të jenë të huaj, 2 nga Republika Çeke dhe 1 nga shteti i Bosnjës së Hercegovinës. Bëhet fjalë për Ademir Zurapovic si gjystari parë, kurse Robert Vikiliki do të jetë së bashku me Jan Ballon si gjystarët 2 dhe 3. Kujtojmë që skuadra PEA-s do nis me peshen si që është Arti Ajdari, Marquez Towns, Terrell Marcel, Ron Ukaj dhe Benas Griciunas, kurse skuadra e Bashkimit që do nis me një peshe si që është Altin Marina, Smith, Green, McInnes dhe Lejson Zeçiri. Shohim edhe grafikisht emrat e peshe startuese të skuadrës së PEA-s, me Arti Ajdari, Stamoyer, Marquez Towns, Terrell Marcel, Ron Ukaj dhe Benas Griciunas. Kujtojmë që Dardan Berisha është i gatshëm thuaj sonte ku mungojnë në ndeshjen e tretë, ndërsa shohim edhe grafikisht edhe fotografinë jashtë të lojtarëve të peshe startuese të ekipit të Bashkimit, me Altin Marina, Max Smith, Wendell Green, McInnes dhe Lejson Zeçiri. Një atmosferë jashtëzakonshme në Karagaqit të PEA-s, ku më në fund mund të quajmë si të mbushur të tërin dhe skuadra PEA-ne ndoshta që e ka jetë apo vdekje mund të themi këtë përballje të katërt të gjysmëfinales, ku duhet që këto gjysmëfinale do luhen në 5 ndeshje dhe fituesi i 3 ndeshjeve do të kalojë në finale, siç bëri brenda 4 ndeshjeve edhe skuadra e Trepçës, e cila eliminoi në Prishtinë ekipin e Sigal Prishtinës me rezultatin 80-84. Në finale tashmë skuadra e dytë më e mirë e sezonit të rregullt, bëhet fjalë për Trepçën, e cila mbylli sezonin me 9 fitore dhe 9 humbje, ndërsa Bashkimi që ishte lideri e kampionatit me 20 fitore dhe 8 humbje, do të shohim se a do të jetë një natë feste për ta apo do të jetë një natë feste për PEA-n, me shpresën që mund bëjnë përmbytjen edhe në Sezai Suroi. Po me edhe kryetrajnerin e PEA-s dhe atë të Bashkimit, kryetrajneri i PEA-s që do bën deri tash një punë mjaft të mirë, duke e mbajtur afër PEA-n që mund të shkojë edhe në finale. Shohim në sfond edhe një koreografi e përgatitur nga tifozët e PEA-s, ku në çdo mënyrë të mundshme sportive dhe në mënyrë më të mirë të mundshme në aspektin e tifozërisë, PEA mundohet edhe ta përkrahë apo tifozët e PEA-s mundohen ta përkrajnë edhe skuadrën e tyre që kanë për zemër. Të jetë një duel shumë interesant dhe do të shohim se si do shkojnë punët si për Bashkimin dhe si për PEA-n, ku Bashkimi është në favor dhe ndoshta mund të themi që është më lehtësuar disi në aspektin e presionit, ku tashmë presioni është i tërët e skuadra PEA-s që nuk ka opcion tjetër përpos fitores të në Karagaq, ndërsa ka një mundësi të ndynd skuadra Bashkimit në rast se nuk triumfon sonte këtu në PEA, e ka mundësi ta mbyll serinë në Prizren. Ja, ku a për dëgjuar edhe himnin e Shqipërisë. Dyja peshe në parket, gjithë shka gati për nisur. Dueli 4 dhe gjysmëfinales mes PEA-s dhe Bashkimit. Për parë se a duja vazhdojnë, aty ku e lanë Marquez Towns, jetë edhe Lejson Zeçiri. Ja shohim edhe Sasha Jankovic
Njeriu që erdhe në mes të sezonit të rregullt për të emëruar si krye trajner i skuadrës së Bashkimit. Radulovic që për gjysmë edicionin e parë pothuajse ka qenë trajneri i skuadrës Prizrenase. Nga skuadra që ka të investuar më së shumti në ndryshimin e lojtarëve këtë sezon është padyshim skuadra Bashkimit dhe është një ekip që ka pasur konsistencë nga gjithë sezonit të rregullt dhe jo rastisht e ka mbyllur edhe sezonin me 20 fitore e 8 disputa. Dueli mes McInnes dhe Grici Junas në jump ball për të parë se kur do të ketë aksionin e parë në ndeshje. Dobi do t'jenë në Bashkimit që ka Smith dhe lë për Wendell Green. McInnes, Aner Green. Smith. Dhe shton Zeqirin. Green. Lizmir, Green, mbi Ukaj, provon gjuajnë për Deshanon. Wendell Green. Towns. Towns ka një foul në të. Jo që personale ka qenë pikërisht nga Green. Shona Marcel në plan të parë. Provon bëj hapjen. Tashmë Ukaj ku shërbehet ai. Ukaj për Marcel. Vjen ndihmë Grici Junas, Marcel. Mbyllet hapësira për gjuajtje. Vendos bëj pasime për Grici Junas në thellësi. Mbrojtja shumë e mirë nga Aleksandr Zeqiri për t'ia larguar topin nga kontrolli. Në zbritës të shpejtë e Bashkimit. Anten Morina nuk heziton, provon me njerë për 3. Jo për çënuar Marcel. Në rebound në mbrojtje. Provon të sulmoj vetë që korridori. Marcel lëviz mirë për para zuar jo. E McInnes në fund arrin ma reboundin në mbrojtje. Morina për Green. Në ngudet Green të rriqet prapa. Thret aksionin e radhës. McInnes. Anten Morina. Provon të tirohet, mbrojtja mire Ukaj, mbi Ukaj në gjuajtë për 3, Morinës, është i Radyqë, e nuk tja del Shënon nga kjo pjesë e lojës, Towns në kundërshpritje, Towns, vanot në pasimin në fund del tjetë në topi humbur, e vëmendshme mbrojtja e Bashkimit, Green. Green provon të shkoj vetë, Green, pasimi për Aleksandr Zeqirin, Zeqiri sulmon, po bësh devijuar shumë se kujto i takoj, do t'jetë me skuadrën e Bashkimit për 7 sekonda do të mbesin për para ata. Mbyllën në 2 minutat e para të qereu të para, MDP-a në kërkim të pikëve të para. Ishte Bashkimit që po provon të zeroj më teja bërsi. McInnes për Smith. Moment shumë e kohën e mbetur. Smith, mbi Towns për 3. Smith, sa e bukur treshja. Max Smith, 0-5. Super e fillim nga Bashkimi në këtë qerek të parë. Towns. Towns pasimi për Ukaj, ata përgjigjet, Ukaj duket ka shkelur vijon, nuk ka gjuajtë të sa, Grici Junas bën për para, Peja në fund Marcel, më në fund. Gjenë pikët e para për Peja, për fund ta vjell topin aj. Arrin ta mbaj topin e kontrol në fund. Smith, McInnes. Për Smith. Smith nuk e kupton idenë e tij, McInnes del tjetë topi humbur për Bashkimin. Marcel për Ukaj, Ajdari është i lirë. Ja pasimi i vonshëm nga Ukaj në tjetër topi humbur në pothuajse mënyrë të njëjtë nga skuadra Pejës. Green. Green në mesin e dy kundërshtarëve. Nxjerr të lirë McInnes, i cili në gjysmë distancë del shënon. Towns. Marcel. Ukaj. Ballore provon treshën. Nuk ka pinga Ukaj. Shparblen mundi i Grici Junas. Që të vazhdoj të qëndroj Peja në akcion. Rota Ajdari.
Zeçiri nuk ja del Shanon, Marina. Provon një zvet kundër zbritjen. Të rriqet prova tash Martin Marina. Luan me McInnes për Green. Janë pasim shumë i mirë i Green për McInnes. Nuk ja del ta kontrolloj. Top i humbur edhe për skuadrën e Bashkimit. Po që është topi i dyti i humbur nga ta. Towns. Simon mirë, Towns në layup, Towns shënon. Vjen pikët e parë edhe për yllin e ekipit e PS. McInnes. Ersan Zeçiri. Serben për Smith. Bron mendjen, kthen topin për Zeçirin, McInnes. Marina shek koridorin, sulmon për mrekulli, jo për ta përmunduar si duhet aksionin kundër zbritjes të PS. Marcel provon shkoj veg një faul 8 i mençur nga Lejson Zeçiri për ndaljen e kundër zbritjes shpejt të Daryl Marcelit. Personale pare Lejson Zeçirit, një ka bërë Green. Që do dhe dy faule ekipore ka Bashkimi. Janë në lëvizje shumë e mirë bashkëruese nga Towns për tre në ballore. Nuk ka pik. McInnes më i lartë për të marrë reboundin. Vedet në tre vërsia e Bashkimit. Green për Smith. Janë Green. Rriqet prapa. Asimi për Smith. McInnes dalën në gjysmë distancë. McInnes shënon. Pika 4 për McInnes. Towns, provon të Bizmir, Towns, Jadel! Qej Pegë duke përdorë tabelën e depërtem, 6-9, Zeçiri, për Green. Duhet mire Towns, liroj Lejson Zeçiri. Redimet janë Gaj, Zeçiri në përnje me Ugaj, provon për 3, Lejsoni nuk shënon. Towns me rebound në mbrojtje, 3-2 tranzicioni, PS, Arti Ajdari nuk shënon, pretendon që të fauluar. Vazhdo me lojën skuadra mysafire, Marina për Smith, Smith për 3, shënon, tjetër treshe, Max Smith është e dyta, 6 pikaj, 6-15, rezultati pas 5 minuta e gjysmë pothuajse të zhvilluara në Karagoçi. Ndaj lojën me një time-out, krye trajneri i skuadrës së PS. Krashovec kërkon këtë etapë për lojtarët e tij. Ti besoj pasës e njejtë. Dhe trajneri PS. Para dhe efekti me këti time-outit të vendasit. Si është me 6 të Bashkimit. Towns. Për Marcel. Ja, Ukaj. Pasimi prapa për Marcel, duhet quaj. Çfarë ka shënuar Daryl Marcel dhe babet duhet me. Asaj nuk besoj se
Kjo gjuajtë do shkon brenda. 9-12. Green. Gone është për 2. Sadon. Wendell Green. Pika 4 të ti. Towns. Tash qëndroj Marina. Towns të Vizmir. Për Marcel, koridori krejt i lirë, më do të mbyll hapësirën. McKinnis, i cili nuk pajtohet në tirin e gjystarëve. McKinnis do tjetë personali apo. Largohet Altin Marina, balon Bunjakun në vendin e tij. Ja ashtu do inkuadrohet edhe Dardan Berisha. Që të arruar Arti Hajdari. Mankesa edhe nga banka e bashkimit me Tavolinën zyrtare. Mankesa më një pjesë të tribunës ku gjenden prapa bankës së ekipit mysafir. Marcel tashmë që ka dy gjuajtë të lira. Marcel me 5 pikë shënuara, kjo është e 6-ta. Tribuese më i madh në sulm të skuadra PES në këtë çelëk të parë. Ka banë të dytën. Smith. Po i vëmendshme për të marrë edhe reboundin e mbrojtje. Bunjaku. Bunjaku për Green. Green. Prapa me Smith. Smith për Zeqirin. Bunjaku. Alerohet Dejsoni. Zetomin jashtë në fund për Green. Jo në mënyrë më të mirë. Green në presion të kohës. Sulmon vetë. Provon një floater. Jo për shënuar Bunjaku. Bua më para. Skuadrën e bashkimit. Leson Zeqiri pa markuar për 3. Nuk shënon. Ukaj me rebound në mbrojtje. Marcel. Për Berishën. Me njerë provon treshën. Nuk qenë pikët Dardan Berisha. Se Kiçi bëhet gati për të inkuadruar të bashkimi. Green. Green nga kjo distancë për 3. Asaj nuk realizon. Ukaj me një tjetër rebound në mbrojtje. E le për Towns që të vazhdoj me aksionin. Ani pasin për Ukaj. Berisha. Kontrollohet perfekt, ashtë më Ukaj me forcë, mbi McKinnis. Bim pikët e para për Ron Ukaj. Bunjaku jarua në thellësi, Smith për të shënuar pikën e 8. Jo e vëmendshme mbrojtja PES. Në dy posedime prapë për sija e mysafirëve Kopës dhe Zeqiri dhe Zekiçi fani do inkuadrohen. Përse Da Silva bashku me Aminat Tepeja. Marcel, Aminat. God. Pasimi për Berisha. Berisha të prapa, Berisha. Jemani me Kopës, Berisha sulmon vetë. Pasimi për Marcel, Marcel në sekundën e fundit për 3, tjetër treshe. Për Daryl Marcel, pika 9. Treshja 2 nga ai. Green për Kopës, minimale për sija e bashkimit ka një faul të Marcel në Max Smith.
parë gjyqtarët këtë situatën e fundit. Nuk do gjikohet si rregull e treshe, nuk do të jetë pikë tjera për Marcel. Nuk e kishte lëshuar topin e kohë në rezultati që tashmë duhet vijoj 12-16 për skuadrën e Bashkimit. Pame nga përsëritja që topi ende ishte në duart e Marcel kur u skuqe dhe tabela, apo që do të thotë që sinjalizon edhe përfundimin e kohës së ekipit që ishte në sol. Ne shohim nga përsëritja ku në semafor shihet qartë që ka përmenduar ku aksionit dhe që topi ishte ende në duart e Marcelit. Wendell Green. Green, pasime për Smith, për shënuar treshën e tretë. E jo, Copes. Thon për para Bashkimin. Copes. I lëshohet nga Da Silva dhe Griciunas. Selener Copes, mbrojtja mirë e Griciunas. Dhe 4 sekonda sulmi i mysafirëve. Green nga kjo distancë. Sa afër. E shënoi Green. Janë pasi për para për Marcelli. Moment shën Wendell Green i cili devion topin. Ranzier jashtë. Dirk Williams bëhet gati për të inkuadruar. Dhe largohet Wendell Green. Hat për Marcel. Da Silva. Anel Marcel. Berisha. 10 sekonda. Për cilën Berisha. Berisha lëviz mirë pak për i liber gjuajtja duhet që nga pasën në shpyrje e jo të lejuar të Bunjakut. Cia për Berishën që tashmë gjej edhe pikët e para. Që nuk ka më faule për të dhënë skuadra e Bashkimit. Kishte ka faule i 4 të tërë ekipor. Talent që peja ka rezultuar tjetë shumë e kujdesshme në aspektin e fauleve në këtë çerek të parë. Gabon Berisha në gjuajtën e parë të lirë. Shananët e dytën. 13-16. Bunjaku. Tjetë edhe sulmi i fundit edhe çerek të parë për mysafirët. Bunjaku. Bunjaku vazhdon baj topin. Bunjaku për Zekicin. Zekici brëman treshën. Jo për të shënuar shfash kaputje nga Marcel për marri bound në Berisha. Tranzicion është i shpejt i PS. Heziton e quajtë Berisha shet që ka ende kohë në aksionin e tyre. Ende për të luajtur në çerekun e parë. Ikpe. E duhet të lëshoj topin, Berisha tashmë në presion të kohës. Nuk të pranohet tresha Berishës, kishte shkelur vijën. Andaj të mbyllet çereku i parë 13-16 duke qartë që gjysma këmbës së Dardan Berishës ishte jashtë, andaj edhe me të drejtë gjyqtare që nuk ketë si cuan si të vlefshme këtë treshe të Berishës. Të shohin tashmë nga afër do të vinë gjyqtarëve ta parë se në momentin kur ka shkelur këmba jashtë e Berishës sa ku ka mbetur. Edhe gjysma sekundi e loj në çerekun e parë.
Smith. Në pasim për Williams, I cili provon nga gjysma fushës, por lartë për shënuar, mbyllet 13-16 çeriku I parë në favor të skuadrës së Bashkimit, ku më I dalluari mund të themi që ishte Max Smith me 8 pikë shënuara nga 4 që patën Green dhe McInnes. Këta ishin kontribuesit e vetëm në fakt për skuadrën e Bashkimit. Në anën tjetër TP-ja 6 pikë Marcel, 4 pati Towns, 2 Rënukaj dhe vetëm 1 pikë e Dardan Berishës. Një çerek I parë që mund të themi pothuajse në tërë çerekun e parë ishte nëpërsi skuadra e Bashkimit dhe ndoshta me merite edhe e mbyll me një përsi prej një posedimi edhe çerekun e parë në favor të tyre. Një pauzë shkurtër për të kthyer prapë. Nisër çereku I dytë mes PES dhe Bashkimit. 13-16 epilogu I 10 minutë të parë. Aksionin e parë në topin do tjetë Peja. Marcel. Raminat. Berisha. Shëben për Da Silva Anhot. Në ballore provon Gjuajnë për 3, fort nuk ka pikë Bunjaku. Se merr topin e kthyen Bramsh nga tabela. Kundërshpritja është e skuadrës së Bashkimit. Vazhdon të baj topin Bunjaku. Zekici vjen në ndim. Williams provon me një treshën. Williams nuk ka pikë. Ikpe. Majlardi më të marri boundin në mbrojtje. Berisha. Ka në faul në Berishën. Ikpe, Farhat. Aminat, Sulman për para. Ta do pranojnë pikët jo. Ta gjustari Bosnjak Zurapovic. Ma djerë qikuar edhe si një faul në sulmi a minutit. E po kapjen për nga fanela në Max Smith. Dhe tash perfekt ka qenë gjykimi në këto 11 minuta që po mbyllen. Smith për Bunjaku. Bunjaku, Ikpe, ku shkaluaj dhe i fundit, ka qenë Zekici. Mbrojtja e mire Ikpes duke detyruar shtetarën e Trepçës që të ketë kontakt I fundit me topin. Ja Wendell Green që duke të zë vendin e Smith I cili ishte lojtari I vetëm të Bashkimi në çerekun e parë që nuk pati asnjë minutë pushimi. Tashmë 11 minuta e 8 sekonda lojë deri tash për Max Smith. Aminat. Bat. Për Berisha. Berisha lirohet, provon treshën. Jo, për shënuar. Zekici që e lë me njerë. Probin për Green, vazhdoj me aksionin. Nuk mirën vesh Green Williams me fakt që probin të vijuar. Në fund nga Da Silva në qëllë se zgaboj. Marcel
që lë vendin për Towns. Zekici, janë e pasim për Williams. Njoko dhe Williams provon treshën. Dirk Williams. Treshja 3 dhe bashkimit e para nga Williams. Dallim që Peja ka shënuar vetëm një treshe në 7 tentime. Hot. Pasime për Da Silva. Da Silva sulmon, rotullohet. Da Silva në foul në brazilianin e Pejes, ku do të ketë tashmë mundësin e dy gjuajtjeve të lira. Shohim edhe njerë se si mashtron Kopse dhe në fund vje kontakti nga shtatlarti i bashkimit për ta fauluar. Gjajnë e parë të lirë Da Silva, dhe kjo është edhe pika e parë e Pejes në këtë qerek të dy, për dallim që bashkimi shënoi një treshe në aksionin para prag. Sakta në të dy për Da Silva. Williams. Hopes. Zekici. Për Bunjakot. Njavo për pak të mbas topin. Janë e pasim e rrezikshëm për Green. Është e lirë Williams provon për 3. Sajrame i pa fat po hyrë dhe doli. E Da Silva me rebound në mbrojtje aminat për Marques Towns. Për i hapjen edhe Ikpe, lirohet aminat. Da Silva që pranon topi për para Hotit, që provon treshën me njerë. Jo për të gjetër sakcina gjuajtja. Ja, Williams. Të eksploziv në avancim drejt koshit. Ndalet me njerë nga lojtare me shumë eksperiencë në basketbolin, sidomos të Kosovës, Dardan Berisha. Të mëhuar edhe piket e leta e Williamsit. Kopes. Green, pa pranë Aminat. Sa më duhet të ndalë edhe Da Silva. Green, provon të qajnë mbrojtjen e Pejes. Williams është të lirë. Williams për 3. Dirk Williams. Treshja dytë. 7 për para skuadra e bashkimit. Shohem tash me Ikpe për Da Silva. Në mesin e dy kundërshtarëve pjësja. Tulio Da Silva. Sel dhe Ukaj që këthejnë Market Ikpe dhe Hot që lejnë vendin për ta. Ka bërë në gjuajtën e lirë Da Silva kësaj rade. Vetën e 5 në bërësia misafirëve. Njaku për Zekici. Green lirohet. Green mashtron e kundërshtar. Green për 3. Edhe kjo shkon brenda për bashkimin. Kësaj radhe Wendell Green që zhënon treshën e parë. 7 pikë për Green. Çfarë ka gjarë, ka një teknike për Green. Ule Kopes të leveni për McInnes. Berisha në gjuajtën e lirë. Pika e dytë e Dardan Berishës, që tha në kjo pjesë e lojës, ende përqedur një gjuajtje të sa nga loja në parket. Dardan Berisha. Towns. Sëma për mrekulli. Towns pasimi është devijuar, një top i vjedhur nga Zekici. Wendell Green. Është i lirë Williams. Nuk vendos të uaj me të Green, madje fare nuk e sheh hapjen e
Bashkëtarit. Ja tashmë Zekici për avant Treshën. Jo për çanuar Makenes. Rebound në stëm dhe ka një faul të Ukaj. Kenes për Bunjaku. Bunjaku, lëviz mirë, Bunjaku për 3. Fort Gjuajtja nuk ka pik, Marcel. Nisë tranzicione, shë koridorën, sërma për para, Marcel përdor tabele për çanuar. Daloj me një time-out, krep trajneri i skuadrës së Bashkimit, Sasha Jankovic. Kanë këtë avë lojtarët e tij, 20-25, 5 minuta, 25 sekonda loj në çerekun e dytë. Përpara efektin e time-outit e Jankovic, 20-25. 5 minuta, 36 sekonda loj në pjesën e parë. Zekici, e pasim për Makenes. Makenes provan të rotullohet. Wendell Green. Green për 3. Green tjetër treshe. Ka Wendell Green. E dyta. Dhe gjashta e Bashkimin e 18 time. Zjek pik nga Wendell Green. Tari parë me pik. Dëshifroret e Bashkimit. Marcel, vënohet me pasimin. Ishte Iri Rajdari. Ja një pasim dashbërdat për Da Silva. Da Silva për Towns. Towns për të bërgjigju. Rebon! Marques Towns. 23-28. Ledet në 5. Prave bërësia e Bashkimit. Green është fauluar, mundësia për Morinën dhe Zeqirin që të ktheje në parket. Argol Bunjaku dhe Samir Zekici. Green. Daniel Treshe. Ka Williams, ka foul. E të Marques Towns, 3 lira dhe dje për Dirk Williams. 6 piki ardhën nga banka Williams, 2 Treshe që nuar nga aj. E këpati apsirin e duën në rënje. Williams. Ishte afer gjustari. Zurapovic. Banë në gjuallin e parë të lirë Williams. Saktet e dytën. 7 pik për Williams. Është raport që një rritari Bashkimit qinde në vjenet e lirave sonte. Sakta në dhe dytën Williams. Duen nga 3 tentime Gjen Sakcin. 23-30.
Towns në aksionin e radhës për skuadrën e PES. Marcel. Nuk mirën vesh, nuk kuptohet. Dyshja Marcel dhe Towns, një top i humbur. E për PES që është top i 7 i humbur. Green. Zeciri. Dirk Williams. Stan Zeciri. Kënë shqytësaj. Edhe gjatësin trupore në dalim me Marcel. Rotullohet perfekt. Luaj mirë me këm nga Zeciri, por ja del gjej saktin nga vërsia në momentin kur mori edhe faulin nga Marceli. E të gjuar e tira të tjenë për Lestan Zeciri, në ditarë më daluar të bashkimit në ndeshën e kaluar. E tashmë të ndale loja me një time-out të skuadrës së PES. Griciunas kërkan të ketë ofër. Në fani dhe trajneri Krashovec kërkan të ketë ofër lejtarët e ti. Dëgjuajt e tira do t'jem dashme për Lestan Zecirin. Ka bërë në gjuajtën e partë të li Lestoni. Jo nata ati deri tash. Një tentime për 3 ka provuar. E dalër bashkë në të dyat. Ka vetëm një rebound deri tash Lestoni. E qëllar në të dytën Zeciri. 23 me 31 dal nga dal, për vazhdon ta zeroj më teje përsin skuadra e bashkimit. Towns. Hajdari për Marcel. Ja prerja da Silvas. Marcel shkon vet. Mbrojtje mirë e Zecirit. Tyre nuk shënon Marcel. E Marina për Wendell Green. Williams, Green. Kontrollin Williams. Përdo të mbaj Wendell Green, tash me lirohet Williams, provon për 3, tjetër treshe. Nga Dirk Williams, edhe ajnë shkohet me teknike. Dy shifre tash me bërësia e bashkimit. 11 pinga Williams. 3 risag në 5 tentime për 3. Towns harin të konvertoja teknike të Williamsin në pik. Një mdjet këqerek e 2 deri tash në favor të bashkimit. Kjo e cëri e mirë e lojës në sulm. Vazhdo në mbrojtje po indimon atyre që tashme të keni abërsi prej 2 shifrave. Ukaj për Towns. Griciunas bëhet gati për të inkuadruar. Towns. Në pasim për Marcel. Salje Vizmir. Pasimi perfekt për Da Silva. Qarin në fund për plas topin e kosh. Shumë merë vëmendje në mbrojtjen e bashkimit. Terem Marcel për ta lënë krejt të lirë më pas Da Silvan, i cili nuk i kështë të vështirë për plas të topin e kosh. Wendell Green për Lestan Zecirin. Nuk heziton, provon gjuajtje për 3. As taj radhe nuk ka pik për Lestonin. Në gjuajtje 6 perimetrit. Zeciri keni që mbuan për para skuadrën e bashkimit. Janë i pasim për Williams. Ka shënuar 3-3. Zado 14 ta.
E jo kësaj rave. Da Silva me rebound në mbrojtje, Marcel. Marcel, janë një tjetër prerje Da Silva, së një apen under! Tolje Da Silva, 28-34. Qash për para, bedet bashkimin e seri prej 5-0. Nga skuadra 5 e detyron edhe krye trajnerin Sasha Jankovic që të marrë edhe time-outin e dytë në këtë çerek të dytë. Marina. Williams për Green. Seciri dhe Green. Williams. Pasimi për Green, 7 sekonda. Bia minutën për 3. Wendell Green, jo. E Williams në tjetër rebound në strojnë bashkimi. Seciri. Arrin qëjtomin dhe Green. Luanja për një me Marcel dhe 7 sekonda. Green. Mashtron Marcelin në gjysmë distancë, në gjuajtje vështirë, përdor tabelën për të shënuar. Madje edhe ka foul në Wendell Green. Çfarë paraqitje nga Green në këtë pjesë të parë. 12 pike, 4 asiste. Këtë edhe një gjuajtje të lirë për të Ban Green e gjuajtën e lirë, ledhen e tete vërsia bashkimit. Aminot. Marcel. Marcel lëvizmi, Marcel një edhe, jo, për mrekulluar shumë aksioni pejës. Da Silva. Qa për plas tobën e kështë. Smith. Lesan dhe qirin, pravan me njerë për 3, Tobi hyri dhe doli. McKinnis ban për para bashkimin, McKinnis a ka foul, jo. Wendell Green në mesin e dy kundërshtarëve, me reboundin e sënë dhe ka foul në të. Sen Zeqiri në vendin e ti Samir Zekici. Sa në gjuajnë e partë të lirë Green, kësa ra dhe shënan. Në bëj në gjuajnë e ti të partë të lirë, kur shënaj ma heret me faul. Sakta në të dytën, Bunjaku dhe inkuadrohet në vend të Morines. Apo jo, dhe largohet Wendell Green.
vetëm 2 basketbollistë të huaj dhe 3 vendor. Bashkimi në parket. Marques Towns. Towns. Per Marcel. Rezultat në gjuaj. Dhe këthen topin për Towns. 8 sekonda. Towns të nëma për para. Towns. Pasime për Da Silva. Da Silva për Arti Hajdarin. A ka faul të Bunjagut po. Asnjëra nga skuadra nuk ka faule për dhënë, andaj do të jenë dy gjuajt e tira për kapitenin e PS. Ende për të bëjnë statistikë pozitive, Hajdari. Asnjë pikë shënuar, asnjë rebound, asnjë assist, asnjë top i vjedhur, asnjë blokad. 12 minuta lojë deri tash. Edhe pjesë të parë. Pare. Arti Hajdari. Shpika pare ti. Medaluari të peja deri tash është Da Silva me 10 pikë dhe nga 8 që kanë Marcel dhe Towns. Sak në dyat Hajdari. Alan Bunjaku. Malesh më desin 20 sekonda për pejen pa përfunduar edhe pjesa e parë. Shohim fillimisht aksionin e Bashkimit. Samir Zekici për McInnes. McInnes në mesin e dy kundërshtarëve. McInnes i pandajshëm në pjesën e lirë. Pika 6 e Digu Gave, 6 rebounde, 3 prej tyre në sul. 32-20. Towns. 5 sekonda. Towns. Në një prapa, mbi Smith për 3 gjuajt e tira. I nënvazduar Jankovic me vendimin e Smith. Për fauluar Towns në momentin e gjuajtjes, nuk pati hapësirën në rënje. Towns ja kontakti këmbë me këmbë. Që me një thirrën një faul nga gjyqtarët. 3 të lira për Marques Towns. Saktë të pare, 9 pikë për Towns. Pagabueshëm në të dytën. Saktë në të tretën, 35-20. Thuaj se 1 sekund loj, janë e pasim për para për Morinën. Dhe shto mbyllet 35-20. Dy qerekët që u fituan nga skuadra e Bashkimit i pari 13-16, kurse 22-24 u fitua qereku i dytë. Po ashtu nga Bashkimi më i dalluari për skuadrën e 5 në termin që ishte Towns me 11 pikë, 4-4 nga vija të lirave. 2-2 në gjuajt dhe për 2 pikë, kurse e kontribuaj mjaft shumë edhe Marcel me 8 pikë shënuara, 5 rebounde, 3 asiste. Lojë mirë edhe nga Da Silva me 10 pikë e 3 rebounde. Në anën tjetër të Bashkimi, kush ashtu si më i mirë është Wendell Green me 14 pikë shënuara, 4 asiste. Lojë mirë nga banka që vije nga Dirk Williams me 11 pikë, ku 3 prej tyre kanë qenë treshe. Ndërsa McInnes që vërtet ndihmoi që provojnë Bashkimi të shënoj pikë nga mundësitë e dyta, ku pati 3 rebounde në 6 në total dhe 6 pikë pati në pjesën e parë. Në pauzë për 15 minuta mos u largoni. Na pret një pjesë e dytë të interesante.